Prej disa ditësh, kultivuesit e shalqirit në Divjak kanë filluar të vjelin prodhimin. Mbi 450 hektar janë të kultivuara këtë vit në këtë zonë, çka do të thotë 20% më shumë se sezoni kaluar bujqësor. Aktualisht, çmimi i shalqirit është sipas cilësisë dhe varieteteve dhe varion nga 45 lek për tregun e brendshëm dhe 80 deri në 100 lek për tregun e jashtëm. Kemi filluar vjelën e shalqirit, kemi gati një javë, kemi 600 lek, edhe vazhdon aktualisht 350-400 lek sot. Selini, bejo 4 deri në 4,5, ishte një varietet tjetër. Fermerët e Divjakës, sipërfaqet e mbjella kanë kryesisht të destinuara për tregun e jashtëm, vendet e rajonit, por edhe në Evropë për shkak të cilësisë së lartë dhe hershmërisë. Tregtojmë tregun e Tiranës me shumicë, marrim çdo vit këtu në Divjakë, fillojmë atë edhe pastaj dalim në vende të tjera. Me çmimet aktuale, fermerët janë të kënaqur. Temperaturat e larta të këtyre ditëve do të sjellin pjekjen e menjëhershme të kulturës së shalqirit dhe mosfutja me kapacitete të plota të eksportit do të çojë në fenomenin e përsëritur vit pas viti të rënies së menjëhershme të çmimit. Ne kemi filluar dhe jemi gati dhe për eksport dhe për treg brendshëm, po tregu brendshëm nuk na përballon dot. Vinë marrin nga 3-4 kujtal, kush do e haj, kush do e bëj, po nuk pati mjete për eksport tiki jashtë. Ne jemi të marrur.